Lurina Ahmetaj para një viti mori përsipër udhëheqjen e shoqatës kulturore shqiptare Liria dhe bëri bashkë disa gra me profesione të ndryshme për të ndihmuar gratë shqiptare. Kështu u krijua edhe kjo punëtori, ku të gjitha bashkëpunëtorët kontribuan vullnetarisht. Nuk e kena realizu këtë vetëm na çka jena antare. Na kena lidh bashkëpunim edhe me Universitetin Popullor të Celjes. Prej atjeshit na ka ardhur profesoresha gjuhës slovene. Pastaj na kanë ardhur prej Fakultetës Shkenca Sociale nga Ljubljana, sociologe me dhënë ligjërata. Dhe pika e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, është mirëkuptimi nga pjesa me shumicë e popullsisë. Të realiteti është që ka paragjykime. Unë edhe bashkëpunoj me shkolla ndryshme, me institucione slovene. Edhe aty, në fakt, kur ka ndodhur ndaj paragjykim, kur ju kam treguar ndoshta ndaj arsye mbrapa çka janë, ja kanë filluar ndryshe mi këqyr këto. Jam e shoqënuar me sloven shumë, edhe këta janë mirë këprica, mundohen edhe aq me mësuar gjuhën, nuk u folin me ashpërsi, aq me butësi në folin. Kisha dosh vesh mu kam pak ma shoqërus, ma tafërt, nëse nuk mundesh me ndihmu të paktën mos m'ja vështirësu.